Kuvendi i ri i Kosovës pritet të mblidhet në seancën e tij konstituive me 6 gusht në orën 10. Vendimi u bë publik nga presidentja në detyrë Albulena Haxhiu, e cila u bëri thirrje subjekteve parlamentare që deri në këtë datë vijojnë dialogun politik për arritjen e një marrëveshjeje për funksionimin e institucioneve të reja. Sipas Haxhiut, komunikimi mes partive nuk duhet të shihet si dobësi, por pjesë e përgjegjësisë demokratike dhe institucionale. Data e përcaktuar për seancën konstituive është brenda afatit kushtetues, pasi limiti i fundit për mbajtjen e saj është 7 gushti. Me nisjen e punimeve të kuvendit të ri fillon dhe periudha 6 ditore, gjatë së cilës deputetët duhet të zgjedhin presidentin e ri të Kosovës. Në rast se kjo nuk arrihet, vendi mund të përballet me një tjetër proces zgjedhor. Vendimi për thirrjen e seancës vjen në një kohë kur negociatat për krimin e shumicës parlamentare janë pezulluar. Lëvizja vendvendosis si subjekt fitues i zgjedhjeve dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk kanë arritur ende një marrëveshje për bashkëpunim institucional. Për krijimin e një qeverie të re dhe konstituimin e kuvendit vojiten 61 vota në parlament me 120 ulësa, ndërsa për zgjedhjen e presidentit kërkohet edhe një marrëveshje më e gjerë politike, pasi në të dy raundet e para të votimit kërkohet prania të paktën 80 deputetëve. Tashmë vëmendja politike në Prishtinë është përshëndruar te negociatat në ditët në vijim dhe mundësia e arritjes së një marrëveshje për shmangjen e një krize të re institucionale.